gjitha regjimet autoritare. Të gjitha këto vinë në kundërshtim flagrant me Kushtetutën e Shqipërisë, në kundërshtim flagrant me direktivën e Komisionit Evropian, pra janë një shkelje randë e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar dhe dënoj me forcën më të madhe. Së dyti, përsëri përshëndes 10.000 qytetarë, të cilët në kushte të jashtëzakonshme të një vape të papar, mbushën përsëri dje rrugë dhe bulevardet e Tiranës djerë në orët e para të mëngjesit, duke kërkuar largimin e menjëhershëm të narkodiktatorit. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar, i madh dhe i vogël, t'i bashkohen kësaj proteste në çdo kohë dhe në çdo rast. Kësaj proteste madhështore që mbjell shpresë në çdo zemër shqiptare. I bëj thirrje diasporës të mbetet si gjerësot e angazhuar në këtë mision të madh të shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim që në shumë aspekte e ka dëmtuar në ekzistencën e vetë kombin shqiptar më shumë se çdo regjim tjetër para tij. Dënoj me forcën më të madhe sharjet e pa kualifikueshme që Edi Rama ju bën shqiptarve në mediat më të mëdha ndërkombëtare. Ju garantoj se as Gheddafi, as Sadami, as Maduro nuk i kanë lejuar vetes gjuhën që Edi Rama ka përdor në Financial Times ndaj shqiptarëve. Kë ka dëshmuar urrëtitjen e pakufishme që ka ndaj qytetarëve shqiptar, sharja e tij ishte shokuese për gazetarën dhe për audiencën e pranishme. Edi Rama nuk sillet si padrino, shumë më keq se padrino i Shqipërisë. Edi Rama ka konsideruar Shqipërinë një sultanat të kohërave të shkuara, në të cilin vetë ai bën sultanin, gjykatësin, policin dhe çdo funksion tjetër. Edi Rama duhet largohet 1 minutë më parë. Edhe prapa qielli, edhe prapa diellit të shkojë. Shkon si një hajdut i pashoq i kombit të tij. Shkon si njeriu që ndërtoi në Shqipëri narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Shkon si tradhtari i një kombi që bëri gjithçka
kreu genocid të kalkuluar ndaj tij për t'i përzënë shqiptarët nga Shqipëria, një armik i egër i shqiptarëve në Shqipërinë, Kosovë dhe kudo në botë. Faleminderit. Soni 5 kërkesat e parashtruara dje nga protestuesit, kundër të tjera ata kërkuan krijimin e qeverie tranzitore, jo politike, për një afat 12 mujor, në rast se kryeministri jep dorëheqje. Ne kemi mbështetur plotësisht 5 kërkesat e para dhe mbështetja ndaj tyre përbën një nga